Falëndërime dhe lavdrimet qofshin për Allahun Dhul Gjelal, krijuesin absolut, ati i cili në ka udhëzuar në rrugën e Islamit, në rrugën e udhëzimit, në rrugën e njohjes së tij. Falëndërimet qofshin për Allahun i cili na ka krijuar në formën më të bukur dhe na ka bërë pjesëtar të ummetit më të çmuar, më të lavdruar, më të ngritur, edhe në këtë dunja dhe në dunjan tjetër, ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Falëndërimi veçantë për Allahun Dhul Gjelal për gjitha mirësive të cilat na i ka dhënë, është udhëzimi që na e ka bë në rrugën e Islamit, në rrugën e hidajetit. E falënderojmë Allahun Dhul Gjelal për sytë që na i ka dhënë që të shiqojmë, na i ka dhënë veshët që të ndëgjojmë, na i ka dhënë mendjen që të kuptojmë, na i ka dhënë gjitha gjymtyrët e trupit bukura që me ato ne të veprojmë edhe të punojmë. Edhe sikur ne të përpiqemi të numërojmë, të llogarisim mirësitë e Allahut Dhul Gjelal në këtë dunja, ne asesi nuk do të mund të llogarisim. Salavatet e përzemërta në këtë natë xumaje qofshin mbi më të mirin e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, krenare, bujare, fisnike. Qofshin salavatet dhe selamet për shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin të drejtë, besnik, të sinqert dhe shumë të mirë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi gjithë ata të cilët e kanë pasur rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e pasojnë dhe do ta pasojnë derisa të ekzistojë kjo dunja. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Fillimisht, nderuar të pranishëm, falenderoj muftinin e Shkupit e cila me aktivitetet e larmishme pothuajse e keni çdo kund, cep, krejt Shkupit, që i përmbush nevojat e gjithë besimtarëve, gjithë xhamatlive me anë të aktiviteteve të saj. Allah inshallah t'i shpërblej për mundin, t'i forcoj për mundin, t'ju jep vullnet ala më të madh që të organizojnë sa më shumë programe të tilla që t'jenë zbashku me xhamatin. I falenderoj përgjithësisht edhe muftinë e muftinisë së Shkupit, doktor Qenan Efendi Ismailin, sekretarin e muftinisë Nezmi Efendi Feratin edhe gjithë ju referent të cilët nuk ndalni të punu. Elhamdulillah që ju kena dhe inshallah Allahu Dhul Gjelal dhe forcoj ala mas shumë të i këtë rrugë. Mi falenderimi veçantë edhe për udhëhecësit e kësaj xhamie, Bajram Efendiun edhe Sheval Efendiun, cilët na mirëpritën në mënyrën më të bukur edhe më të mirë ashtu si don Allahu, si don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë sonte këtu nuk do të them diçka çka nuk e ka thonë Bajram Efendiu edhe Sheval Efendiu në këtë xhami. Ndoshta do të ripërsëris diçka, mirë po ndoshta do të jesh edhe freskim për juve. Zoni do të jetë pak më ndryshe, tonaliteti do të jetë pak më ndryshe, një fytyrë tjetër këtu pak më ndryshe, mirë po do të ripërsërisim sendet të cilët imamlerët e ju të nderuam i kanë thonë duke i shërby këtij xhamati këtu. Nderuar të pranishëm, sonte unë për ju kam zgjedh një temë e cila temë është shpirtërore, është temë e zemrës. Nuk ka të bëjë shumë me rregulla, me dispozita të fikit islam. Ka të bëjë me punën e zemrës, se si ne duhet ta drejtojmë zemrën tonë si besimtar. Qofshim ne hoxhallar, qofshim ulemat mëdhej, qofshim xhamat i thjesht, të jetojmë me këtë adhurim të zemrës, me këtë ibadet të zemrës. Këtë adhurim, këtë ibadet kush e praktikon pa ndërprej dhe rishtazi, ai është më afër Allahut, ai është më i dashur te Allahut, ai ju ka nënshtruar Allahut plotësisht, ai ju ka mbështet Allahut plotësisht. Ka të bëjë me nevojën për Zotin tonë. Ta ndihmë Zotin tonë në çdo aspekt të jetës tonë, në çdo aspekt të frymëmarrjes tonë, në çdo aspekt të hapërimit tonë në këtë dunja, ta ndihmë nevojën për Zotin tonë. Ta ndihmë ndihmën edhe përkrahjen e Zotit tonë, se ai është i gjithë pushtetshëm, se ai është i gjithë fuqishëm, a ne jemi të dobët. Ja ejuhen nasu entumul fukarau ila Allah.
Në drejtohet Allahu duke na thonë, o ju njerëz, nuk thot o ju besimtar, o ju njerëz, ju jeni nevojtar të Allahu. Allahu është i pasur. Edhe ai është i cili duhet të lartësohet edhe të falenderohet. Me këta jetë neve na e bën me dije se ne pa marrë parasysh se sa do të kemi pushtet, sa do të kemi shëndet, sa do të kemi pasuni, sa do të kemi të mirat kësaj dunjaje, të mirat e tona janë të kufizume, kurse të mirat e Allahu Dhul Xhelal janë pa kufi, sa ajo është i gjithë pushtetshëm. Ai ka në dorë krejt, ai na jep këto të mira, e mirat ai nuk ka fund hiç. Prandaj ne duhet ta kemi nevojën më të madhe që ta njohim Zotin ton. Ti përkushtohemi Zotit ton, ti nënshtrohemi Zotit ton. Unë dersin e sotit ndoshta pak do ta vanoj. Po kam dëshirë që ta shtjelloj deri në fund, pak si shpejt. E kam dhënë 3 pika kryesore, në cilët pika ne duhet ta gjejmë vetin, me fol me veten, me bisedu me veten, a jina ne pjesëmarrës në këto 3 pika që i kërkon Allahu Dhul Xhelal prej nesh. E para nevojë që duhet ta kemi ndaj Zotit është kur përjetojmë të mira në këtë dunja, a jina falenderues dhe a jemi iftijaq ala të Zotit, a i kërkojmë Zotin ala ma shumë, a kemi nevojë për Zotin edhe kur i përjetojmë të mirat në këtë dunja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër nderuar, e kish bo një dua çdo herë. Kishte thonë, o Allah, ma mundso që të jetoj nevojtar, ma mundso o Allah që unë të vdes si nevojtar, edhe ma mundso o Allah që unë të ringjallem si nevojtar. Si përfatësisht me këshyr këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të kuptojmë ne se tekstualisht me e marë, të analizojmë, do kujtojmë që pejgamberi alisam pas ka dasht me jetu fukara, me vdek fukara dhe me uringjall fukara. Jo. Se historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa herë na kallzon që e ka bo një dua pejgamberi alisam, për çdo ditë e për çdo natë ka thonë, o Allah, të lutem më mbro mu prej mosbesimit, prej kufrit, edhe më mbro pi fukarallukut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka dorëzu totalisht Allahu Dhul Xhelal në këtë dunja duke i thonë, o Allah, ma mundso të jetoj nevojtar për ty në këtë dunja, ma mundso të vdes nevojtar për ty, ja Allah, ma mundso, ja Allah, që unë të ringjallem si nevojtar për ty. Kjo është qëllimi i kësaj duas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam edhe në të mira o vllazën, ju ka preferu njerëzve që me i boj ibadet Allahut shumë, me endi nevojën për Allahun Dhul Xhelal dhe kur përjetojnë të mira gëzime. Se transmetohet një hadith për një ashabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka emrin Rebia ibn Ka'b al-Aslami, i ka shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë shërbetor disa herë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditëve merr uj i dërgon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberit merr abdes edhe t'i krye disa nevoja të tija. Ja jep ujin pejgamberi alaihi salam merr abdes, i kryen nevojat e veta, ky bjen te pragu i derës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas disa çasteve del pejgamberi alaihi salam prej shtëpisë vetë e Rebia në shtrim aty. Thotë Rebia çuthet edhe kërkot diçka se unë jam në gjendje me ta dhonat diçka. Kërkot diçka se unë ta plotësoj dëshirë. Po i dërguari Allahu ta ka mundësi, tha unë të mendohem pa. Tha po, lirisht ta mendohem. Çka i ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E ka kërku se ende materialet kësaj dunjas apo çka? Vazhdon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që transmetohet. Thot pas disa çasteve kur u taku me pejgamberin alaihi salam, tha, u mendove o Rebia se çka don të t'jap? Rebia i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, unë tha, dëshiroj që t'jem shoqëruesi jot në xhenet. Në çfarë dëshire të flakt? Unë dëshiroj që t'jem shoqëruesi i jot në xhenet, o i dërguari i Allahut. Tha ata mësoj, tha dikush ke? Jo, tha vallahi, tha i dërguari i Allahut. Unë ndjej që du me ty me konë në xhenet.
Kim një familje, shoqëruesi jot në xhenet. Pejgamberi alayhissalatu wassalam tha po, e hitë plotsu me këtë dëshirë, mirë po e kini kusht. Tha ti, do të mundohesh ta luftosh nefsin tënd, shpirtin tënd keq, duke më shoqënu mu t'i bësh ibadet, sejdë Allahut pa ndërprej. I bësh shumë sejdë. Luftoje nefsin tënd keq, duke i bë sejdë Allahut shumë. Çfarë është mesazhi i këtij hadithi, kësaj porosie? Wallahi o vllazën, ai njerë i cili pjesën më të dashur të trupit vet, ftyrën e vet, që për askënd nuk e ndot ta shlojë në tokë, që për asnjënin nuk korritet, pi mendë madhësisë, a be unë po i bin sejdë dikuj, a unë po e përly ftyrën teme. Dhe vallahi vetëm për Allahun i bën sejdë, se e ka të nevojshme t'i bëjë sejdë. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i afërt me Allahun dhul xhelal është ai i cili qëndron në sejdë. Puna tjetër që du të ndaj para jush është kur neve rrugët e haramit na afrohen, na jepet mundësia që të bëjmë haram, ne e kemi të patjetërsueshme të mbështetemi Zotit edhe të kemi nevojë për Zotin që ai të na ruajë pi gjunait edhe pi haramit. Do t'i vi shkurtimisht. Musajin a.s. krete kemi ndëgju pi xhallarëve në për mediume, se si është ai rasti kur shkon t'ju ndihmoje vajzave të Shuajbit alayhi salatu wassalam, që një gur ta heq prej pusit, që edhe baktit e vajzave të Shuajbit alayhi salam të pijnë prej atij uji të ushqej. Në moment nuk është qëllimi me tregu histori. Qëllimi o me tregu praktikën e atij, edhe se si duhet jemi ne kur të ballafaqohemi me haram. Kur të vije momentit, takohemi ne me haram. Musaj a.s. shkoj e lëvizja të gurin me forcën e vetë, edhe nuk qëndroj me dy vajzat e Shuajbit a.s. A ka pas mundësi të qëndroj pa? A i ka pa dikush? Jo, përveç Allahut kërkush. A ka pas mundësi të bëje gjuna me ato? Po, ka pas mundësi. Ama imani i mirë, lidhja e drejt për drejt me Allahun, sa ka mundësu atësa. Ka shku është shtrit pushoje në hijen e një peme se ka pas nevoj për Zotin Musa a.s. S'ka pas nevoj për vajzat e Shuajbit a.s. Ka pas nevoj për ullje, për nënshtrim, edhe për nevoj ndaj Allahut dhul xhelal. Jusufin a.s. kretë di, kur është ballafaqu me një sprov shumë të madhe, sa që një i ri në kohën e sodit me u ballafaqu me atë sprov, vallahi do ta kese rënd me i thonë jo. Jusufi a.s. i ndershëm, i mirë, takva, muslim. Kur ballafaqohet me vajzën, me gruan e patronit vet, grua e bukur, grua e joshse, autoritative, me funksion shumë të madh, a ka pas mundësi që edhe ai të boje? Më katë të ti. Po ka pas mundësi. Ama është lutë Allahut, ka thonë, o Allah, jemi nevojshëm këto momente që ti të mbrosh për këti aktit keq. Sa akti keq sa të shkjo punë. Edhe ne duhet veprojmë kështu o vllazën. Në momentet kur na jepet mundësia me bo do një gjuna, do një haram, ta kujtojmë se Allah është ai i cili na mbikëqyr, edhe kemi nevojë që t'i drejtohemi atij që të na mbrojë neve pi haramit. Kjo është e nevojshme. Edhe e treta punë që du ta ndaj me ju është kur besimtari në momentet më të vështira, kur ka brenga, kur ka halle, kur ka telashe, kur ka derte në këtë dunja, Allahu duhet jesë mëse i nevojshëm për.
Kur besimtari edhe në momentet fatkeqësisë, në momentet brengave, në momentet telasheve, i drejtohet Allahut për mbrojtje, për ndihmë, e kërkon vetëm ndihmën e tij, Allahu asnjëherë nuk e kthen poshtë. Nuk e kthen bosh, kur asnjëherë se kthen. Se e ka garantuar këtë vet Allahu Dhul Xhelal. E ka garantuar Kur'an, e ka garantuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dini kur e ka përjetu luftën e Uhudit, pra xulert si vjetë bashkë e kina bo haxhen me do për këtive, ndoshta diri freskoj pak. Kur e ka bo luftën e Uhudit, e dini që e ka humbë luftën e Uhudit, pejgamberi e së bashku me musliman. Për shkak të munafikave, për shkak të mos dëgjeshmërisë, urdhit të parë. Kur u plagos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në luftën e Uhudit vjen në shtëpinë e vet, Aisha radiallahu anha fillon plagët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam t'ja pastroj. Gruaja vet, bashortja vet, e cila na ka transmetuar 1/3 e fesë na ka transmetuar. Haditheve të pejgamberit. Në moment kur pejgamberin e shef shumë të mërzit, shumë të dëshpëruar, Aisha radiallahu anha, gruaja e mirë, bashortja e mirë, në momentet vështira fillon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam t'ja parashtroje disa pyetje që pejgamberi alayhis salam ta harroje luftën e Uhudit, ta upe mendin. E ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, këto momente dhe i ka thonë: O i dërguari i Allahut, a ke pas moment më të vështirë në jetën tënde, në thirrjen tënde, moment më të rëndë se sa lufta e Uhudit që e ke humbë, zbashku me besimtarët, me muslimanët? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në momentet kur është i plagost, kur është i gjakost, shpërndan mirësi, shpërndan paqe, shpërndan urësi, shpërndan mëshirë. O Aisha, momentet më të rënda në davetin tem, në thirrjen time, i kam pas kur Mekkasit, Kurejshitët, Gjahilat, më kanë dëbu prej Mekke edhe unë kam shku në Taif, ta thiri popullin e Taifit në Islam. Tua kallëzoj kush është Zoti i vërtet, se unë jam i dërguar i Allahut, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në momentet kur unë atyve bashfaqja Zotin e vërtet në përmjet thirrjes hyjnore, në momentet kur ato i thira unë në Islam, ato lënet që nuk më pranun mu, ato përkundrazi më gjujtën me gurs, më rehën, më gjakosën, më sakatun, edhe me nëzisi shpetoha. Kjo është momenti më i rëndë, tha, jetës teme në shpalljen që ma ka zbrit Allah. Apo çfarë veprove i dërguari Allah? Në ato momente, tha, i ngrita dur të lartë, të madhnia Allahut Dhul Xhelal, edhe i thash Allahut: O Allah, unë e shfaqi dobësinë teme në këto moment. O Allah, këto pushtetarë kanë shumë forcë ndaj meje. O Allah, ma lehtëso këtë punë. I ankohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu Dhul Xhelal për shkak të pafuqisë vet. Duke e bërë këtë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vjen melaçja e maleve dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu e kanë dëgju ankesën edhe lutjen tënde. E kanë dëgju. Ki selam prej Allahu Dhul Xhelal, në qofse dëshiron t'i bashkoj të dy malet, ta zhduki edhe popullin e Mekkes, edhe popullin i Taifit, unë jam gjendje ta bëj. A ka pas mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur o konë mës shumë t'i nervozum, mës shumë t'i persekutum, mës shumë t'i lëndum, a ka pas mundësi t'i thot melaçes bashkoj këto kodra krejt, edhe fshije pi tokës dheut këtë popull.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërguar si pejgamberi mashirës, pejgamberi shpresës, pejgamber i cili neve na merr për dorë dhe gjithë njerëzit do ta futen në xhenet. Nuk është pejgamberi i mallkimit edhe i poshtrimit. Është pejgamberi i zemrës, është i çelëtërsisë. Tha, o meleki i Allahut, leni tha se unë shpresoj që prej fëmijëve të këtyve do të dalë ndonjëri i cili do artikuloj me gjithë zemër emrin Allah, edhe do të dalin shumë besimtarë për këtij populli. Mirësia e pejgamberit e sam, duaja e pejgamberit e sam, sabri i pejgamberit, në fund rezulton që këtë populli Taifit e ka pranuar Islamin. Në momentet kur o konë mësë fështiri pejgamberi alisam, ka pas nevojë për Allahun. A i ka këtë shpërdor, ndihmën e melaqeve, se ka këtë shpërdor, për shkak të maturizve. Edhe treta, në shtë edhe tjetë edhe e fundit, inshallah, më zgjatëm shumë, ka të boje me një rast, normalisht që dersin e kallëzojnë në përmjet të rasteve, që ta ndim pak më shpirtnisht edhe rregullin se si duhet vepra. Ka të boje me një rast kur Ibrahim a.s. va ka thy si i ri kretë putat, pabesimtarëve. Kur pabesimtarët e kanë pas që va ka thy idhujt, va ka thy putat, atyre e marrin edhe e lidhin Ibrahimin a.s. që ta dënojnë. Çfarë dënimi kanë parapa? E kanë parapa një dënim me hudhën zjarë. Kretë e dim. Mirë pa i zjarit cilën e kanë desë, për cilën një muj rishtazi kanë mledhë dru, kanë të ubu dru dhe i kanë gjujtë, është bo atë që i madhë sa që edhe zësht edhe shtazët për mi zjarë së në kanë kalu. Edhe ato vetë që i kanë kalë atë zjarë së në afru të zjarë. Edhe s'kanë ditë si me gjujtë Ibrahimin a.s. në zjarë të dënojnë, e marin një katapult, si i themi ne padobran. Prej largu të gjujnë. Në momentin kur marin guximin të gjujnë Ibrahimin a.s. dhe e fusin në zjarë, i vjen meleku më i madh Gjibril a.s. edhe i thot, o Ibrahim a.s. a ki nevoj për ndihmën teme? Wallahi ve billahi, unë kam nevoj për ndihmën e Allahut. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Për mu më i nevojshëm është Allahu, mbështetësi më i mirë është Allahu, këtë dua në ka preferu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë ta bëjmë hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ne kemi nevojë vetëm për Allahun se më i miri mbështet se ai nuk ka. Në momentet kur e gjujnë e thot këtë dua, se është i nevojshëm për ndihmën e Allahut, jo për ndihmën e krijesës Allahut. Nëse ne, keni po, kur e kina dëni dertë kësaj dynjaje, më njerë të njerëzit anë komi. Su anë ko të njerëzit. Kërko prej Allahut dhul xhelal. Se aje ka forcën, aje ka fuqin. Ne jena të nevojshëm për fuqin edhe për forcën e ti, për ndihmën e ti. Wallahi ve billahi, si thot Allahu në Kur'an, në moment kur ai hyn në zjarr, Allahu jep urdhën një sendit, i cili send për ne duket i pa imagjinueshme, të marret trajt tjetër. Thot ja naru kuni berden wa salamen ala Ibrahim. O zjarr, bënu i ftoht, bënu paqe edhe shpëtim për Ibrahimin. Pse e ka ndru trajtën zjarri? Se Ibrahimi a.s. ka pas nevojë për krijuesin e zjarrit. S'ka pas nevojë për Gjibrilin a.s. S'ka pas nevojë për ndihmën e njerëzve. Kur njeri lidhet me Allahun, Allahu i hap këtë shtigjet e kësaj dynjaje. Edhe në momentet më të vështira, Allahu i çel derë të kësaj dynjaje. E ofron ndihmën e vet. Edhe dini ai kur ka nis shkojnë në Qabe, përpara kur kanë shkuar në Qabe, kanë shkuar me lloj-lloj mjeti të udhëtimit që si kanë pas sin kohën e sodit. Edhe është nis një njeri i mirë shkojnë në Qabe. Ka qenë disa herë, mirë po këtë herë i ndodh pak e kundërta, diçka pak më ndryshe. Niset për në Qabe, rrugës, thot i del një kriminal, një bandit, ja pret rrugën edhe i thot,
Për ku e nis të përqabe me këtë pasunin tim? Të thajtë dhe thëtë se unë do të kallëzoj një rrugë të shkurt. Unë të kallëzoj një rrugë të shkurt, thëtë. Mos shko kaja kem syti. Edhe ki vendohet në basa, ki vijet në basa. A i krimineli e qonë në disa rrugë që janë qore, që asnjëre ki si ka kalu. Thëtë more, thëtë, kjo nuk është rruga për në qabe, thëtë, ku jetu në qutë? Thëtë, unë që jam të qu për në qabe, po qëllimi jem është ty me të mbytë. Me të vëra, edhe me ta konfisku këtë pasunin tonë. Të Allah, thëtë, dhe të japë, thëtë, këtë pasunin teme, veç më së në vëra, i qëkaj ta bëj, thëtë, i badet, ta bëj haqë. Thëtë, jo, thëtë, edhe do të vëras, edhe pasunin, thëtë, do ta konfisku. Thëtë, kallëzo, a kje dhe një dëshirë në këtë dynja. Momentet e fundit, si di përjetojsh këtë dynja. Njëri i mirë, që du t'jemi edhe ne kretë si ky njëri i mirë, dhe veprojmë kështu kur në ngushtohet dynjaja, kur në vinë shpirti deri në fyt, kur asnjani pi njerëzve nuk mund të të ndihmoje, kesh nevojë për Allahun dhul xhelal. Edhe në momente të pikëllimit, brengave të mëdha, fatkeqësive të mëdha. Ta ka mundësi ta marrë një abdest, edhe t'i falin një 2 rekat namaz. Keni ndëgju për hoxhallarëve? Është një lloj namazi i cili ka emrin Salatul Haje. Salatul Haje është namazi i nevojës. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush merr abdest në mënyrë të sigurt, të përpikt, ashtu si ka hije një besimtarit, edhe i fal 2 rekate namaz, pa ndërprej, derisa të plotësohet dëshira, Allahu dhul xhelal do t'ja plotësojë kërkesën, ose që i ka pas më herët, ose në moment. E ka garantu këtë Allahu nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i dytët, kush i fal 2 rekate namaz, e madhnon Allahun, e lavdon Allahun, edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i çon salavate shumë, Allahu do t'ja zgjidhë dertet e kësaj dynjaje, hallet e kësaj dynjaje. Kur të kena problem familje, kur të kena problem punë, kur të kena problem me kolegët tonë, kur të kena problem me pasunin tonë, me shoqnin tonë, dojmë ta zgjidhim, ta falim këtë namaz, Allahu na i zgjidh gjitha dertet edhe të lashë. Tha, ti fali 2 rekat namaz. Unë ta fali, tha ma shpejt, tha edhe, ta kryjm këtë punë me të mbyt. Tha, lidha në namaz, betohet në emrin e Allahut që është e vërtet kjo ngjarje. Thot, prej trishtimit madh, prej frigës madhe se do të mbysaj, unë si namaz fales i rregull, e harova, tha, edhe surën Fatiha. E harova, tha, edhe suret më të shkurta të cilët i kam ditë. Ta mu kujtoj ke vetëm ajetit 62 i surës Naml, ku Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim, Aman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard, a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Kush është ai i cili përgjigjet hallexhiut, kur ai ka hall? Kush është ai që e largon të keqen e njeriut? Kush është ai që ju bën juve halife më këmbës të Allahut në tokë? A ka zot tjetër përpos Allahut e parashton pyetjen? Sa pak ka që kujtohen o njerëz për këtë punë. Veç ky ajet i Kuranit ju ka kujtuar. Kush është ai që i zgjidh hallet tona në këtë dynja, brengat tona, problemet tona? Tha edhe reqatin e parë, edhe dytin, edhe sejdët, edhe rukut, edhe kreti harova me tesbih, me dhikr, kret me këtë ajet Kuranit të t'i lexova, dhash selam, tha dhe ingrita durt edhe thash, o Allah i plot fuqishëm, o Allah i madh, o Allah i arshit madh, të lutem, ndihmo. 3 herë. Në momentet kur ai duhet t'jape shpirt. I tha, pas disa momenteve, pas i tha këto, dua, vjen një kalorës i bardh, edhe ja hek kryen ati kriminalit. Thot, kush je ti, thot, që aho që kryen kriminalit e mbyte, pse më erdhën ndim? Tha, unë tha jam me laqja e qilit 4. Kur ti je lut, o Allah, ndihmo, prej bërtitmeve tua, prej përgjërimit tënd që ja ke bo Allahu dhul xhelal,
ka ushtu qelli pari, dyti, tretë, nalt, kush do vije me të ndihmu ty? I thash Allahut, am privilegjon mu, ja Rab, të shkoj të ndihmoj këti besimtarës. Vëllazën, vëllaj të jeni të sigur që ai që e ndin nevojën për Zotin, të jetësh me Zotin, edhe në namaz, edhe në punë, edhe ku do qoftë, edhe në gjumë, kur që është ndish nevojën për Zotin, Allahu nuk e zhgënjen asnjën. Allahu asnjënin prej neve nuk e zhgënjen. Ta përfundoj dersin e sonte inshallah me një thanje të Abdul Qadir el-Gjilani, është mësuesi i Ibn Taymiyes, i cili ka thonë kështu. Më një men kjo vlen edhe për ne hoxhallarët, edhe për këtë xhamat. Si mos e kujtojmë Islamin, si mos e kuptojmë kështu, pak kina marrë në pi Islamit. Dhe sa më shumë që rritet besimi jonë për çdo ditë, aq më shumë rritet nevoja për Allah. Sa më shumë që bie besimi jonë, imani jonë zrohet poshtë, atëre bomi në kryeneq, bomi të poshtërsum. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, në qoftë se njeriu nuk e ndin nevojën për Allahun Dhul Xhelal, Allahu do t'ja bëjë të mundshme që ta kese nevojën ndaj njerëzve. Një po dhe njoni, eshe dikan që i ka post, o gjumë mas ati që i ka post, o gjumë mas profesorit, o gjumë mas pasanikit. Posti, pasunia, esendet tjera, materialet kësaj dynjas, nuk janë të përhershme, o vllazën. Nuk mund asnjëri t'i kese në disponim për çdo herë. Jeta jonë, pasunia jonë, shëndeti jonë, gjitha mirësit që na i ka dhënë Allahu Dhul Xhelal, janë në dorën e të përhershmit, janë në dorën e Allahu Dhul Xhelal. Kur të kërkojmë pi Allahu Dhul Xhelal. Ka thonë ky mësuesi i Ibn Taymiyes, të trokita në derën e atyve që falen, gjeta plot. Shumë kish namaz falës. Të trokita në derën e atyve që japin zeqatin, plot thot kish. Trokita në derën e atyve që agjërojnë, kish plot musliman. Dhe ta ma trokita në derën e atyve që duhet t'i përgjërohen Allahut edhe ta kenë nevojën për Allahun Dhul Xhelal, gjeta pak. Thot hajdini, thot me mu, thot hynin këtë derë. Inshallah Allahut me mundsuje, t'hyjmë edhe te kjo derë, te ky adhurim, te ky ibadet, me cilën është shumë i kënaqur Allahu Dhul Xhelal. Për në fund, e bëj këtë dua që e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na e mundso të vdesim nevojtar për ty, na e mundso të jetojmë nevojtar për ty, të vdesim nevojtar për ty, edhe të ringjallemi nevojtar për ty në ditën e gjykimit. Allah ju shpërbleft për çdo një minutë që keni qëndru këtu. Qëndrimi i jonë në xhami konsiderohet ibadet, konsiderohet si me qenë namaz. Allah t'ju shpërblej për ndëgjimin, Allah t'ju jep të mira në këtë dunja edhe në dunjan tjetër. Në bëni Allah se ndoshta pak e pas kumë zgjat. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.